buzim të këtyre parave. Kjo është lajm. Pra ky është një lajm, edhe madje edhe linkun e lajmit neve kemi që është denoncuar nga gazetë, e kemi bërë, si më thënë, e kemi bashkangjitur padis. Pra disa lajme janë në publik. Kushdo që mund të dojë të kërkojë i gjen disa, por informacione për atë që ju thatë, për shumë pse nuk është vënë punë, pse nuk janë ku kanë shkuar parat, ne ato nuk i kemi si informacion. E qartë. Kthehemi edhe një herë te vota e diasporës, Flori. Ju do të jeni, besoj, ju edhe pjesëtar të tjerë të rrjetit tuaj do të jeni për ta monitoruar të gjithë procesin e numërimit, se aty ku ka kontestime në Shqipëri historikisht në procesin e votimit është numërimi. Si do të ndodhë numërimi i votave, kush do t'i numërojë, nga kush do të numërohen dhe a do të ketë, po themi, vëzhgues të forcave politike, si do të jetë i gjithë ky proces i numërimit të votave të diasporës? Patjetër, ne do kemi një ekip të cilin vlerësojmë shumë sepse kanë lënë punët e veta dhe do jenë aty të monitorojnë terren. Është një bashkim forcash midis anëtarëve të lëvizjes që janë jashtë dhe ata që jetojnë brenda. Monitorimi të paktën numërimi i votës diasporës do bëhet në Parkun Olimpik. Nëse ju keni qenë aty brenda e keni parë që kemi filmuar, kemi transmetuar ato pamje. Janë ato njerëzit ku do ulen para ekraneve të zonës ku do numërohet, që do jetë edhe live në rrjet, në ato linqet e YouTube-it, po do jenë dhe aty. Do ketë përfaqësues partish siç ka që tani që janë aty, do jenë dhe vëzhguesit të cilët do ulen në ato radhët. Pra unë gjykoj që është shumë mirë e monitoruar aty për aty se çfarë ka ndodhur përpara se të vi vota, se si janë shantazhuar njerëzit, se si janë patronazhuar, nuk e di çfarë është shpëtuar, këto janë të gjitha të jashtëligjshme dhe ne nuk kemi pushuar së përmendurin nenet 328 të funksionarëve publik të Kodit Penal kur përdorin këto funksione dhe kemi rastin konkret të ministrit brendshëm i cili vazhdon poston, Ervin Hoxha vazhdon poston se si bën fushat gjatë ditës, ndërkohë që ne kemi një bilanc lufte me njerëzit, duke u bërë atentate, duke u vrarë për ditë. Dhe pra praktikisht të çfarë është bërë përpara do duhet të ndiqet nga ligji, por duke qenë se janë jashtë, si më thënë, edhe mundësitë janë të limituara. Merakumi i madh që kanë shprehur qytetarët gjatë këtyre ditëve është se kur mbeten pothuajse më pak se një javë nga data e zgjedhjeve, rreth 100.000 zarfa nuk kanë mbërritur ende në KQZ. Mendon që është kohë mjaftueshme, do të mbërrin, apo këto vonesat, siç e kemi parë në Greqi dhe në vendet tjera, mund të cënojnë procesin e votimit pra qytetarët i kanë marrë zarfat, por posta nuk shkon t'i marrë, i vonohet rrugës dhe a rrezikojnë që këto 100.000 zarfa të mos vinë në kohë në Shqipëri? Unë nuk besoj se do rrezikojnë të 100.000, por unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që e kanë zarfin në shtëpi, të lëvizin 1 orë më parë. Unë jo më kot e dash rastin tim, e regjistrova, mbas 1 ore erdhi postieri e mori. Pra shërbimi është elitar ai që është zgjedhur. Ka shtete ku ndoshta është nën kontraktuar që edhe kjo duhet parë më vonë nga ana ligjore, a është e drejtë apo jo. Dhe DHL-ja duhet mbajë përgjegjësitë e vet, apo dhe KQZ-ja nëse ka përgjegjësi për të mbajtur, por i lutem njerëzve ta përdorin këtë mundësi. Luftuam kaq vite që të bëhet kjo e drejtë, kush ka pasur mirësinë të regjistrohet, të japë gjithë ato të dhëna, të paktën ta bëjë atë, si më thënë atë të sakrifikojë dhe pak dhe ta çojmë postë dhe nëse ata nuk vinë e marrin ose të bëjë çfarë të mundet që kjo postë arrijë në kohë. Megjithatë, ka dhe diçka. Unë nuk e di se sa, nuk jam jurist, por me sa jemi konsultuar, nuk e di sa kushtetuese është ajo që të ketë një afat ligjor që në orën 19 të datës 11 duhet jenë aty. Unë e kuptoj që nga logjistike duhet për procesin të ketë ca limite, por nëse është postë e dërguar, si më thënë, si quhet a priori, si quhet Shqipëri kur e dërgon me firmë, pra postë që ti e ndjek se ku është, nëse, si më thënë, është nisur në afat dhe mbërrim pak më vonë, duhet parë mundësia që edhe këto të pranohen. Do ta bëni një propozim të tillë që edhe këto fletë pranohen, se deri më tani ato që do të mbërrim pas orës 19 të datës 11 sipas ligjit nuk do të pranohen. Po e shohim si mundësi, megjithëse unë nuk jam tifoz i gjërave të bëra në minutë fundit, por do ishte keq për shembull nëse vinë zarfe në orën 8, po them, unë mbërrim Tiranë, që to mos pranoheshin, megjithëse edhe kjo është menduar duke ardhur avioni Enkas i DHL-s çdo ditë në një orar të caktuar. E qartë. Mirë, Flori, unë të falenderoj shumë për detajet dhe për bisedën dhe për informacionet që nga përcolla. Shumë falenderoj, Naldo, gjithë mirat. Kemi qenë me Florian Haçkajn nga Diaspora për Shqipërinë e Lirë, i cili e ka ndjekur nga afër të gjithë procesin për votën e diasporës dhe po ashtu është e angazhuar edhe në denoncimin e rasteve të korrupsionit, siç është rasti i impjantit të pastrimit të ujërave të zeza
për të cilën kanë bërë një padi në SPAK për para pak ditësh. Mirë, shkëputemi tani për publicitet.